Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin informativ të orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Në Vlorë mund të bëhesh notar vetëm në det, për mungesë kjo të pishinave publike në qytetin bregdetar. Të apasionuarit pas notit mund të ushtrojnë sportin në det dhe në dimër, ndërkohë pishina olimpike Flamurtari vuan mungesën e investimit duke u kthyer sot në një vend jo funksional dhe problem për banorët e zonës. Për zhvillimin dhe standardin që kërkohet të arrihet vitet e fundit, Vlora duhet i ofrojë të gjitha mundësitë. Si një qytet bregdetar, Vlora është e lidhur ngushtësisht me sportin e bukur të notit, por pavarësisht këtij fakti, e vetmja mundësi për të ushtruar notin në qytet është vetëm deti. Në të gjithë qarkun e Vlorës mungojnë pishinat publike, ku të apasionuarit pas notit të mund të ushtrojnë sportin edhe në dimër. Ndërkohë, megjithatë, prej vitesh në qytet ekziston një vend që më parë ka qenë pishina olimpike Flamurtari. Ndër vite, për rehabilitimin e saj kanë munguar investimet, duke e kthyer sot në një vend jo funksional dhe njëkohësisht problem për banorët e zonës. Pishina olimpike e notit Flamurtari vijon që prej vitesh të mbetet në kushte jo të duhura, totalisht jashtë funksionit dhe e amortizuar. Vendi ku dikur stërviteshin breza të artë notarësh sot është kthyer në një problem për banorët e lagjes Pavarësia. Nga një pishinë noti e pushtuar me shkure dhe kallama është kthyer në një burim dotje dhe vatër infeksioni. Të duash të bësh not në Vlorë duhet që me patjetër të paguash. Në Vlorë ka me dhjetra të apasionuar pas notit, të cilët nuk i kanë kushtet që të ushtrohen dhe të stërviten në pasionin e tyre. Vitet e fundit në qytet është investuar në pishina, të cilat fillimisht u reklamuan për qytetarët, ndërsa më pas u dhanë me pagesë. Pishina olimpike Flamurtari është e vetmja pishinë ndër dekada që plotëson kriteret olimpike, por as ky fakt nuk ka mjaftuar që aty të kryen investime. Rehabilitimi i saj do të zgjidhte shumë probleme për lagjen Pavarësia, duke filluar nga pakësimi i ndotjes, eliminimi i aromave të pakëndshme e deri tek largimi i insekteve që përhapin infeksione të ndryshme. Kulla ka, por mungojnë mbrojtuesit. Kjo ndodh në plazhet e Vlorës ku vetëm në harkun e 48 orëve, një ere 29 vjeçare humbi jetën, teksa 3 persona të tjerë rrezikuan mbytje në det të shtunën dhe të dielën. Pushuesit thonë se kjo mungesë i bën pushimet e tyre të pasigurta. Në harkun e 48 orëve në plazhet e Vlorës, një ere 29 vjeçare humbi jetën, teksa 3 persona të tjerë rrezikuan mbytje në det të shtunën dhe të dielën, por ndërkohë që rastet fatale për jetën nuk mungojnë, në qytetin bregdetar në pikun e sezonit ende nuk ka siguri. Pushuesit thonë se në Bregdet kulla vrojtimi ka, por mungojnë vrojtuesit e plazhit. Duke parë që në Bregdetin e Vlorës pushojnë të moshuar dhe fëmijë, ata shprehen se prania e një vrojtuesi plazhi është tepër e rëndësishme. Sipas tyre, vrojtuesi shpëton jetë, ndaj duhet të jetë prezent në plazhet publike dhe private. Prej ditës që pushojnë në Bregdetin e Vlorës, tregojnë se kullat e vrojtimit janë në Bregdet, por ato janë të boshatisura dhe nuk ka asnjë person në to. Në përgjithësi moti dhe klima janë shumë mirë, të përshtatshme për plazh. Kushtet për plazh për pensionistët është bërë një padrejtësi e madhe si vjet. Kanë lënë 500 metra katrore këtu për 100 pensionistë dhe në të dy kratë kufizohemi me kanalet e ujrave të zeza. Të dalin nga pallat. Mungesë e madhe janë dhe vrojtuesit e plazhit. Mungojnë fare vrojtues, nuk ekziston, Ke parti vrojtues? Jo, fare. Unë kam një muaj i bëj plazhe dhe nuk kam parë asnjë vrojtues. Po për njerëzit që janë të papërgjeshëm, se unë për shembull nëse nuk di not, nuk mund të futem në thellësi të ka mundësi që të lash edhe aty në anë. Po që për fëmijët është shumë e domosdoshme që të ketë vrojtues. Ja, ata çdo vit ka pasur, si vjet nuk e di pse. Duket bashkia është shumë e fukarepsur përse në lekët. Jo kryetarja që ka ardhur është ashtiva. Po qa nuk ndodh me moshat e treta. Ajo është e vërtet. Ndodhi çdo gjë, një infrakt, një tutje, një tur. S'ka kur vjen ditë. Jo, në asnjë mënyrë. Mund të vijë një shok nëse ndodhet aty javë, po të tjerët jo. Nga jeni? Nga Kuçova. Vini për herë të parë? Jo, kemi ardhur 3-4 vjet rreth. Kemi 10 vjet që kemi në vend. Shumë mirë. Shumë. Ndryshim tërkohë mua kështu më duket. Ashtu si kam anveshin se kam i den fare. Po janë që ja, i bje në njeri që për ta shpëtu ata për atë punja. Kjo kulla këtu, po nuk e di. Njerëz ere këtu tani erë nëse erim qik në tute e shikojmë andoj dhe prandaj nuk e
Nuk e kemi iden. Ka plot. Po, unë për vetën time në Vlorë gjithmonë mirë kam qenë, nuk kam pasur asnjë. Po për të tjerët, Po të tërë mund të kemi, ka njeri pa rrezik. Qyteti na duket mrekulli. Pastërtia është, rregull është, uji i pastër, jemi të kënaqur. Është punuar bukur, rëra është e mirë, nuk është më si më përpara që rritë e ujshme gjithmonë. Po. ju këtë vit keni parë Vrojtues plazhin? Jo, kullat i kemi parë, po Vrojtues as kemi parë. Shiko, për mua s'është fare se unë di not, edhe marrë dhe këtë, di not për se po, problemi e duhet ka fëmijë, ka një tjetër, ka shumë dhe duhet të jetë një. Jo, po, më po neve kemi qenë ndryshe këtu në Vlorë, po Andrea nga veri u mbytën këtë se ta zdinë as not, edhe ikin tutje, edhe në qikë ka batica dhe zbatica që nuk ka din, po duhet se zbanë, po këta të më shuaj qikon këtu të gjithë dinota, se që janë këja vlonjata. Fëmijët, duhet kujdes e prindër, qa do vi Vrojtuesit të kujdes e fëmijët, nuk isha djalin këtu me gjithë, i kisha nga Suedia me gjithë nusën e 2 fëmijët. Ata rrinë që të 2 munuj. Dhe fëmija, 10 fëmija kështu aji, pora, aji atë e Keni zepaniku. patur gjatë pushimeve raste që mund të keni Jo, parë që jo, rrezikoni më këtë përpara kam patur, përpara kam djerë dhe vetë, po të shis. Jam nga Vlora, që janë vlonjate, edhe kur dëgjoj që Andea tutje nga veriu mbyten bën, janë njerëz që akoma nuk kanë arritur të thonë që të keq fëmijë dhe si të sillesh, se i lëm fëmijët edhe ikin. Vjetë që ku kishte tek këtu, si vjetë në ditë e parë sot, nuk u themi dot. Po ditë e parë, shikon? Kam një pastërti të bukur sot ne, është banja aty. Tanë më Në Vrojtuesi plazhi? Po është se, tashi, ta thash unë ande nga veriu, nuk duhen të dini, bëjnë fëmijët edhe i lëshojnë anës detit. Po mirë, ty këtu për shembull në rast emergjente, kush mund të vinë përveç bashkëshortit? Po nuk vete kjo themë. Unë nuk shkoj se unë jam rritur, lindur këtu, po kur vin puna unë sprapsem. Frika ekziston. Sprapsem, me frika është, po s'pate frikë ke mbaruar. Duhet të vendosen Vrojtuesit e plazhit? Duhet se Duhet të ketë, edhe të ketë me llat, t'i pagojnë edhe të rinë. Po këta më duket janë, marrin para edhe nuk rinë. Prania e Vrojtuesit të plazhit është një kriter bazë për çdo biznes që ka një hapësirë plazhi në menaxhim dhe jo vetëm. Ndërkohë, në plazhet publike të menaxhuara nga Bashkia Vlorë, ekziston vetëm një tabelë që njofton se nuk ka vrojtues plazhi dhe vetëm kaq. Rreth 20% më pak pasagjerë kanë hyrë përmes portit të Vlorës deri në këto momente, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Sipas Festim Skëndaj, shefi i përpunimit të tragetëve, kjo rënje lidhet me disa faktorë, ku ndër kryesorët është konkurenca e linjave ajrore. Rreth 20% më pak pasagjerë kanë hyrë përmes portit të Vlorës deri në këto momente krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, duke ju referuar shifrave zyrtare nga Kapiteneria e Vlorës. Gjatë muajit qershor të vitit 2024 në port kanë hyrë 4223 pasagjerë, ndërsa këtë vit numri ka qenë rreth 3000. Edhe në ditët e para të korrikut vihet re një rënje lehtë e fluksit. Vitin e kaluar në këtë periudhë përmes portit të Vlorës kanë hyrë rreth 2300 pasagjerë, ndërsa këtë vit numri është 1700. Sipas Festim Skëndaj, shefi i përpunimit të trageteve, kjo rënje lidhet me disa faktorë, kur ndër kryesorët është konkurenca e linjave ajrore, ulja e çmimeve të biletave të avionëve ka bërë që një pjesë e udhëtarëve të zgjedhin transportin ajror si një alternativë më të shpejtë për të ardhurat në Shqipëri. Po, fluksi për muajin korrik ka filluar të shtrohet në krahasim me qershorin që mbyllëm, sepse normalisht korrik gushti janë muajt më të mëdha që porti i Vlorës pret pasagjerët ose më saktë bashkëdhetarët të arë. Por gjithmonë ne kemi thënë dhe vitet e kaluara, ka një ndryshim të përhershëm se i thon nga viti në vit, sepse pasagjerët që zgjedhin tragetin tani janë më shumë pasagjerë familjar që kanë makina ose bagazhe të mëdha, ndërsa fluksi më i madh përballohet tani për shkak të kostave nga linjat ajrore. Kështu që ne kemi një rënje të vogël në krahasim me vitin e kaluar. Qershori për shembull i vitit kaluar me këtë qershor kemi rreth 800 pasagjerë më pak. Ndërsa korriku ka filluar përsëri po të njëjtat ritme. Këto ditë për shembull ka pasur fluks, deri tani kemi 1200 pasagjerë që janë përpunuar në terminalin e portit të Vlorës. Në krahasim me vitin e kaluar, me ditët e para, thash kemi përsëri një rënje, por ne presim gjithmonë mbas datës 8 që fillon trageti të operojë çdo ditë sipas kontratës
që kemi me kompaninë, pra do të vendos dhe mjetin e dytë dhe do të kemi linjën të përditshme. Ndërsa tani vazhdojmë përsëri me 4 herë në javë deri në këto momente. Megjithatë, në portin e Vlorës pritshmëritë për ditët në vijim mbeten pozitive. Skënda i bën me dije se fluksi pasagjerëve pritet të rritet pas datës 10 korrik, periudhë që zakonisht shënon dhe nisjen më të fortë të sezonit turistik për emigrantët dhe pushuesit që zgjedhin jugun e vendit. Ndërkohë pas datës 8 korrik pritet të futet në operim dhe trageti 2, sipas kontratës me portin e Vlorës. Kjo pritet të lehtësojë përpunimin e pasagjerëve dhe automjeteve, duke shmangur vonesa dhe duke rritur kapacitetet gjatë ditëve me fluks të lartë. Po, pas datën në kontratë me kompani, se është një kompani, por nga data 8 korrik dhe mbrapa, derisa në fund të sezonit në shtator, ajo e ka të planifikuar me 2 tragete që operojnë, me një fjalë duke përballuar që të ketë çdo ditë, bile ka ditë caktuara kur është fluksi që të jetë dhe 2 brenda një dite apo edhe më tepër. Normal, ka dhe të huaj, nuk thash që s'ka, bile mund të jetë gjysmë për gjysmë ndoshta, po e kisha fjalën më tepër në drejtimin që traget zgjedhin ata që kanë bagazhe ose që janë me mjetet e tyre për pushime me kampingje e të tjera, pra ndërsa ata që janë turistë për shembull të vendeve nordike, po themi, apo të gjithë këto që janë larg, zgjedhin linjat ajrore. Unë për shembull po themi edhe dije kur fola me njeriu në tim që vinte nga Zvicra, mi fjala i zgjodhi avion, pavarësisht stova të vi nga Vlora, po nuk vi deri në Brici, si thonë, edhe të zgjedhin. Numri i sportele në Vlorë nuk është problem, ata kanë punuar edhe me 5 dhe me 6 sipas fluksit, nuk është se i vonohen. Këtu përpunimi ndodhi shpejt, për shkak se unë siç theksova, numri pasagjerëve nuk është se kemi një rritje në krahasim me vitet e tjera dhe nuk është e përballueshme. Por kundrazi, këtu është hapur dhe porta e re që përpunohen më shpejt, qoftë edhe në dalje, pavarësisht se ne e kemi theksuar gjithmonë që porti i Vlorës është port në rikonstruksion, në kthim në marinë, por është gjetur në zgjidhje me të institucioneve që të përpunohet sa më shpejt për të krijuar kushtet, po themi, sa më optimale për situatën që i jemi, sepse nuk mund të themi që është situata më e mirë përderisa këtu vazhdon të punohet, të ndërtohet nga shoqëria koncesionare, por të përpunohet dhe këto. Ne kemi si vjet, për shembull, në krahasim me vjet, një rritje të sasisë së madhe që kemi përpunuar, sidomos Cimento Rifugio, në krahasim me vitet e kaluara. Sepse normal, Vlora po ndërtohet edhe sipas opinionit tim, se kjo nuk është një studim, si i thonë, po më shumë eksperjenca e kjo, kuptohet që çmimet me linjat ajrore kanë rënë, janë ulur ndjeshëm në krahasim. E para, e dyta, shpejtësia e përpunimit, sepse ato me një orë vinë nga veriu, po themi, i Europës apo vendet të tjera dhe mbrin në destinacion. Ju si që dini, për shembull, problem ka qenë aeroporti i Vlorës, bie fjala, sepse shumë linja që mund të vinin edhe kanë prenotuar edhe tek neve, për shembull, me aeroportin si vjet, edhe sipas shtypit disa linja janë pezullor ose biletat janë kthyer, pra zgjedhjet janë të ndryshme, varet nga personi, por kjo nuk ndikon në port, thash, sepse porti në përgjithësi tani për shkak të situatës, jo vetëm në Vlorë, po në çdo port tjetër, për shkak të çmimeve të linja ajrore dhe shpejtësisë së përpunimit tyre, janë më të lehta dhe për të arritur në destinacion, kur nuk kanë bagazhe, nuk kanë mjete transporti e tjera, po thash, në përgjithësi, tani zgjedhin vetëm portet ose tragetet zgjidhen nga ata që kanë mjete transporti apo bagazhe të mëdha të cilat me linjat ajrore nuk i përballojnë. Porti i Vlorës mbetet e vetmja pikë hyrje dalje detare në jug të vendit, duke pasur një rol të rëndësishëm, jo vetëm për lëvizjen e udhëtarëve, por dhe për turizmin bregdetar. Për këtë arsye, çdo ndryshim në fluksin e pasagjerëve shihet si një tregues i rëndësishëm për ecurinë e sezonit turistik në Vlorë dhe në të gjithë jugun. Dhe ndërojmë temë, zjarri nëntor është i përmasave të mëdha që përfshiu zonën mes fshatrave Driz dhe Peshta në bashkinë Fier, la pas dëme shumë herë më të mëdha. Bilanci i dëmeve në banesa, shpez, vreshta e ullishte, ndërkohë policia ka arrestuar një 20 vjeçar të dyshuar si zjarrvënës.
Zjarri nëntor është i përmasave të mëdha që përfshiu mesditën e së shtunë në zonën mes fshatrave Driz dhe Peshtan në bashkinë Fier la pas dëme të mëdha. Një ditë më pas, banorët pohojnë se bilanci i dëmeve është i konsiderueshëm në banesa, mjete bujqësore, shpesë, vreshta, ullishte, por dhe në bazë ushqimore për baktit. Edhe ju jeni një ndër familjet që jeni dëmtuar, por në kultura bujqësore, më konkretisht. Po, 2 lyme gjysmë vresht një herë, të vinte kejtë veje të shikoje atje në vend. Ullin, Kunapi jeton në Itali familjarisht, janë djegur gjitha të rrenjë ullin. Neve na janë djegur 2 baqa me ullin, nga 25 rrenjë që kisha 50 rrenjë ullin, njëri janë bërë kështu shkrum. E shumë të tjera dëmtime në këto, po ky është kunati im këtu, ky është dëmtuar edhe nga shtëpia, nga dëme kështu, jo freza, jo. Tani ne në fshat jemi dhe shpesë, koçka të shtruara, dëmtime janë, gjuna tani, me zika kështu. Ne hipëm në Solet dhe na erdhi zjarri shumë afër, e kapi djali, mendoj që jemi në mes të lagjes aty, e shtruar me betone, na erdhi zjarri nga era, që si lubi, që shumë e fuqishme. 4 vjeçe që jam, unë s'kam parë një dëmtim të tillë, domethënë si përfaqe kaq të madhe. Ka rënë vatra, ka ardhur avioni, ka fikur e kështu, po si kjo një janë djegur tërë ata ullin. Shkaku i zjarrit çiko ka qenë dhe një neglizhencë, sepse zjarri ka rënë shumë i vogël dhe nuk i kanë rënë në kohë që ta fiknin që mos të prahapësh. Dhe era pastaj filloi me furi dhe era dhe ç'a bëri zjarri e hite era ku atje dhe u prahap. Dhe policia tani s'kishte ç'a bënte, avion, 1 prun 2, mbush andej mbush këtej, fati që ishte liçeni afër që i binte sa më shpejt. Po që neglizhenca ishte në fillim, pse ta arrinte kaqja? Ishte dhe xhadi asfalti, pse se fikën ata? Domethënë atje ku ra në orën 10 që ka rënë një zjarr i vogël. Një zëri ata pohojnë se kur më parë nuk kanë parë një zjarr të tillë në tokën e tyre, që të rrezikonte banesat dhe jetët e njerëzve, teksa shprehin mirënjohjen për ndërhyrjen e shpejtë të forcave të policisë, jarfikësve dhe helikopterëve të forcave të armatosura, të cilët bën të mundur neutralizimin në kohë të flakëve. Shumë prej banorëve të zonës kanë ardhur nga jashtë vendit alarmuar pasi janë informuar për situatën problematike të shkaktuar nga përhapja e flakëve. Para mua me të shtëpia, që dua të vinë një inxhinier të kontrolloj shtëpinë, se nuk më mban me shtëpi. Mund bjerje. Komplet pllakat lart janë. Dalin janë skarto fare. Merë, çdo gjë që është. Dritare, shtëpi. Rrjet elektrik mbrapa, brenda jo. Hidrolike tëra. Tjetër çfarë dëmesh ka patur në shpesë? Në shpesë nuk bëhet la fare, si dua fare ato të shpesës. Vetëm shtëpia që kam një jetë të tërë që punoj. Një jetë të tërë kam 30 vjet në Greqia me dokumentat të rregulla. Dhe sot mëngjes kam ardhur, si më lemëri, çuni në Gjermani ai kishte djegur shtëpia. Çfarë do bëj? Ndodhi që rrezikoa, am mbesa në gruaja. Shumë. Mos kishte ndryrë policia, gruaja do ta kisha gjithë djegur dhe policia ka bërë pamundurën, helikopteri ka shoqëruar shtëpinë. Edhe zjarfiksit kanë bërë pamundur, nuk e lejon gruan në zorën. Na policia jemi okay. Ju kanë ardhur për të ndim të papar. Ndërkohë policia ka arrestuar autorin e dyshuar të zjarrbënies, 20 vjeçarin Nikola Jaso, banues në Driz, i cili dyshohet se ka ndezur zjarr në tokën në pronësi të babait të tij për djegjen e disa barishteve, por flakët kanë dalë jashtë kontrollit, ndërkohë që banorët apelojnë për kujdes në ndezjen e pakontrolluar të zjarreve në këto ditë të nxehta. Sipas të dhënave nga sektori mbrojtjes pranë prefekturës Fier, zjarri përfshiu rreth 110 hektar sipërfaqe me shkure dhe ullishte. Është zhvilluar këtë fundjavë në marinën Orikum regata ndërkombëtare Brindisi Vlorë. Gara me jahte ka mirëpritur rreth 50 mjete lundruese me mbi 250 pjesëtar ekuipazhesh dhe shumë vizitorë të huaj, duket se regata është kthyer tashmë në një histori suksesi për turizmin detar shqiptar.
Regata ndërkombëtare Brindisi Vlorë është kthyer tashmë në një histori suksesi për turizmin detar shqiptar, nga vetëm 10 jahte në edicionet e para. Këtë vit kjo garë me jahte ka mirëpritur rreth 50 mjete lundruese me mbi 250 pjesëtare ekipazhesh dhe rreth 400 vizitorë të huaj, përfshirë familjarët e tyre të cilët zgjedhin të kalojnë fundjavën në Vlorë dhe Orikum, por jo vetëm, me itinerare toksore deri në Berat e site të trashëgimisë. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxha theksoi se ky zhvillim dëshmon rritjen e vazhdueshme të interesit për destinacionin ton, aq sa regata Brindisi Vlorë, e cila nga viti i ardhshëm po planifikon të përfshijë Sarandën, tashmë konkuron dënjësisht regatën tradicionale Brindisi Korfuz, e cila nga rreth 150 pjesëmarrës vite më parë, sot numëron rreth 70. Çdo edicion forcon pozicionin e Marina Orikum dhe Gjirit të Vlorës si një nga destinacionet më premtuese të turizmit detar në rajon, duke sjellë kështu më shumë vizitor, promovim ndërkombëtar dhe vlerë për ekonominë lokale. Gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për Granit Pepnikën, bosi i mashtrimeve me call center që u arrestua më 3 korrik. Ai akuzohet për veprën penale mashtrim kompjuterik. E njëjta masë sigurie arrest në burg është caktuar edhe për 2 bashkëpunëtorët e tij, Hita dhe Rexhmati. Gjykata e Vlorës ka dhënë këtë të hënë masat e sigurisë për 3 personat arrestuar ditën e premte në Drimades në Dërmi në operacionin e koduar Rjetet, aksion i zhvilluar nga forcat operacionale dhe Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës. Gjykata e Vlorës ka dhënë masën e sigurisë për shtetasin Granit Pepnika, por edhe 2 shtetas të tjerë, të cilët akuzohen për vepra penale mashtrimit kompjuterik, por dhe për krahje autorit të krimit. Seanca gjyqësore është zhvilluar këtë të hënë në gjykatën e shkallës së parë në Vlorë, ndërkohë që është lënë në fuqi masa e sigurisë për 2 shtetasit e parë, e dhënë nga gjykata e Tiranës në muajin prill të vitit 2026. Tashmë duket se seancat dhe masat e tjera do të vijojnë në gjykatën e Tiranës, kjo edhe në bazë të hetimeve të nisura nga kjo e fundit prej muajit prill të këtij viti. Gjykata e Vlorës ka vendosur masën e sigurisë arrest në burg për Granit Pepnikën, bosi mashtrimeve me call center, që u arrestua më 3 korrik. Ai akuzohet për veprën penale mashtrim kompjuterik. E njëjta masë sigurie arrest në burg është caktuar dhe për Hita, i akuzuar gjithashtu për veprën penale mashtrim kompjuterik, si dhe për Rexhmatin, që akuzohet për veprën penale për krahja e autorit të krimit. 29 vjeçari në kërkim ndërkombëtar u kap nga policia e Vlorës dhe forcat operacionale, teksa po qëndronte në një vilë luksoze në Dërmi. Në pranga përfundoi dhe bashkëpunëtori i tij, 31 vjeçari Hitaj, dhe ai i shpallur në kërkim. Sipas hetimeve, dyshohet se ai organizonte rrjetin e call centrave që mashtronte qytetarët e vendeve të Bashkimit Evropian, duke i bindur të investonin në platforma të bursës. Dëmi ekonomik vlerësohet mbi 50 milion euro. Nga hetimet rezulton se Pepnikaj zotronte 50% të aksioneve të shoqërisë nga Media. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, bashkë miropafshim.